Shikues nderuar televizionin shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në emisionin e ri Ëndra Amerikane, një cikël emisionesh të cilat do të jenë të ftuar shumë personalitete të komunitetit shqiptar, jo vetëm Michigan, po edhe më gjerë, të cilët do të sjellin realizimin e ëndrës tyre amerikane. Kam ftuar Don Fred Kalajn. Don Fred, para se largoheshit nga Shqipëria për të arratisur. Urbane planin. A të largove dikujt familjes ose vëllezërve se do të arratiseshe, dhe kur arritët në Jugosllavi, çfarë ju thatë? Cila ishte ëndra juaj, qëllimi juaj që ku do shkonit? Perfekt. Me të thënë drejtën nuk i kam thënë. Ata tanë e kanë ditë në një farë mënyrë, por nuk i kam thënë se s'dosha Milan, se s'kishin mund me fjetë atë natë, ata kishin uvritëshin njerëz ju e dini, kanë vranë kufi, sa vete, ata kanë tamam e rrezikshme, ata në udhëtimi i gjatë, këta gjana, mi fjalë, unë kam për jetet kam mësu një diqa. Në kjo se jetë i shkru një liber, mas ja difto kërkuj që jetë i shkru. Dhe që ta marrësh librin, sepse kanë me të ngatëru, pse po vën këtë ma dhe që akja tem. Planet asjerë mas me ja diftu kuj, jo pse je inkuzitiv mu më she. Por të nërhynat, do me ba shpi dy kache, pse bo ban dy, ma ban e një kache, ban e të gjatë, edhe o ma të pak në mlaja, ma që difto projektin e shpis, kur të kryt shpia e një shifnje, e kam ba. Edhe unë e kam pas këtë, se ta të hinë, ta prishën. Por, ma mërmenja ka ba, edhe për vedi një, por kurse si të zero, aja puna që me këpërite zëtë, po i thojnë kuj, vetëm me ilan ata, për me nejtë paqë. Një për arsyve që ka mikë, me ta thonë drejtën e shpirtit, ashtë si puna nga ekipata projet e vëgjil, që janë ka i gifë që ullin për e malit, bashkohen e bat lumë me bjenë poshtë. Një ashtu ashtë a kenë pa akumulu, këtu në zemrën tema, ai që më vjen keq me thanë se kena lanë në Shqipni një vend ka që të mërkullushë, ma beso mu. Për mu, kjo beku Amerika i miliard herë, i faleminderit 1 miliard herë, po më vjen keq shumë që kena ikë. Adje thellë, e quj humje, për diken duket ashtë fitore, ja kuptan, ka kënë humje. Me ikë ati vendi, ta që të bukur 33 vjetë, kena pas i fije status shoqënorit, jo të gjatë madha din po me të njoftë, kena pas andra, kena pas dërgjana. Bon, pra, për menimin tem janë pa grumullu tanja ta gjanat e vogla, që s'musha me nejtë ma. Nuk musha për me nejtë ma. Sa me pa kenë me pa ikë me vizë, kishte kenë në shku, me ikë në të nërë që kam ikë, diftën që ka kenë një mlef, i akumulum, edhe që më vjen keq, si puna ati njëri që ikë prinde. Adin se, ja po, vishtërsia, ka pas një babë të fështira, adin e një i diqa, por që në fund penohesh, adin tana. Por e kam fjallë kam ikë, por edhe një hajta gjame, kanë se kisha atë anërën, 27 vjetë që kam kanë, 5 vjetë para, kam fillu me formuat që du mu ba prift. Ja, këtën me didiku vedin, edhe thosha nuk kam kohë me hup kohën. Jam 33 vjetë, nuk hupet koha ma. Adin dhe që të marrë në shkollat, bate, kur hapet kisha, si ka me ecë, me rrallë, kanë tana këta. E dyta, minimum të thosha atje mërënda i ta vlazën. Adin me kanë dikush, me kanë diqa apun, se si dihet si ka me nollë puna Shqipni. Mi fjallë kanë shumë feelings, kanë shumë njenja të ba me bashkë. Pa ja që ka për 2 minu ma tepër, ka kanë ana e shkollës, me badiqa. E funta ka kanë me të thanë drejtë, nuk du me shqitë menë se s'ka këtu, që po hajfije ma mira, se po kam diqa. Po aja dëshira liris, adin që mund është me shku, me ba i shkollë, nuk shikon. Baba gjithmonë të thotë Amerika është, na nuk munda me perceptu me menë si është Amerika. Kena Italinë parasysh. Ju deklaruat që provatët në fillim kontaktet tuaja, ishte qëllimi të qëndronin në Jugoslavia, po për shkuar në Amerikë? Jo më që farë Jugoslavia. Ata kanë shku dë shok, shku në Austri, hypshin në vagona. Kur na kanë prun letrën, sa kena hinë të burgu, pa ditë s'ka s'kelan, ku do në kanë prun letrën, ku do në me emigru. Ka kanë lista. Ka kanë Franca, Italia, Gjermania, Anglia, Suedia, Norvegjia, Amerika, Kanadaja, ka kanë Australia, New Zealand. Adin kanë tana këta. Unë e vu në fillë Amerikën.
kur u nisët për në Amerikë? Si e morët lajmin dhe si mbritët në Amerikë? No, atje kur kena najta na ka dhënë niket, atje ka ardhur që vjen në Amerikë, ka ardhur një prej ambasadës amerikane, për Pteburgu na ka bërë një intervistë. Na ka dhënë një letër me shumë pyetje. Çfarë më dhanë shumë pyetje. Edhe i e përgjigj tana pyetjeve. Atje ka ardhur mas një mujt edhe herë. Kjo fse ke rrejt ke kry. Se s'mundesh mi majt me 70 rana, 100 rana. E tana i ka përsërit edhe i herë. Edhe atëherë ma vonë kena nejt edhe pak, edhe ka ardhej, edhe ka thënë, ti keme dalë prej Padinska Skeles me këtë datë. Edhe keme shku në malla adresën ku ishte aja unoja që i kam thënë United Nation. Edhe dolme, kena marrë autobusin, edhe një sitë, kam shku në Beograd atëherën, kam kënë vetëm në atë kohë, po ishin edhe një 2-3 tjerë që nuk i njifsha, po që ishin prej, që ka thënë legjet a veneve tjera. Edhe shkova aty të organizata, ishte aty një që shërbete, një Kosovar, edhe ata ishin të huj, ka në suedezë shumica. Kryetari unis ka në suedezë, ka në edhe franceze. E më tha mu që aja la qatë letën, kam dalë, perfekt. Më la i letër, tha keme shku Mitrovicev dom. Ka më diftoj me hartë, keme marrë taj tramvaj, keme marrë këtë tramvaj në tjetër, ke një autobus, kemi shku atjetër, thot, keme pasë, kemi unit në maja, të thot, i kena lajmëru thata. Nolli një ashtu, aja ishte, kjo fëse të kujtojnë gjatë luftës me Serbin, ka një vend që ishin antenat, edhe ata bashin propagandë të i rajt Miloševiqi me televizorin, thotë Amerika të i hubë, këna rëzu ka sharoplan, adin, këna fitu, adin, kështë gjane, ja kanë po bombarduat. Ilshunin, një aty këna në bazë, dhe thanë, maja kodës ka këna antena malli, tu ka një restorant, i fije ma poshtë, kanë kabinat drunit, që i përdorshin sërbë gjatë vers për weekende. Për shembull, kishku ty me grunë me fëmijët e ki marrë për weekend, ka kanë aty, kishku ki hangër këto, ka kanë shumë i bukur, i pyll, i mall, i kodër, i bukur, u sjeltëm si me serpentina, rruga, dhe vishin edhe njërës me hangër taj restoranti. Ade një thoshin Mitrovicev dom, ka kanë e bukur shumë aty. Ade janë na nuk shkoshim me hangër kur ishin të hujt, adin për në shkoshim mas orës 2. Prej 2 deri në 3 e kena pas në me shku, kur s'ka pas njerës. Edhe aty kena fjete, kena net, kena pas i lomë, kena kanë, dhe tha 1, 2, 3, 4, 8 vetë. Po ka kanë e vogël, po ishte e mjaftush me ushqime. Në atë ko dikush punote, nuk u lejote me punu, se na jepshin me hangër e gjithë qa. Kena pas një letër që i thoshin Ledimacja, që diftote se si tip pasha... Ishte shpenzime që pagonin Amerikanët, apo... United Nation. Aja Ledimacja ishte tamam si pun pashaportet e vogël, nuk u lejote me shku ma shumë se 50 kilometra prej qenës Beogradit. Pra dhe më thënë, na kena kanë bajagin periferi, në është me se 10 kilometra kena dalë jashtë. Pra ne s'ka mujtë me shku me Gjogorja, me shku dikon tjetër. Në atë rast të më pa mërzi dysa, hypshin trenit e i shku në Austrije, në vendet tjerë, unë ka pas vetëm një destinacion. S'ka kanë kurri tjetër. Kena punu ka i fije, adin, për shembull vite dikush kishte një shtëpi dikun, kishin molla edhe kumlla dardha, bashin shumë atë, i mishim mollat rumullak, mi qiti fije plehe dhe mi ly me gelqere, e tana, adin, me të thënë drejtën, gjithkon ka njërës të mirë të këshima, por në përgjësia ta nuk na dojnë ne, por në ka nëllë që ka thane, për shemë, ikte në punaj, në merte me makinë, në letë aty, mas ditën 5 kur vitën në qote 10, në jepte pare, në atë ko, ka kanë $50 që me kanë, që me thanë në atë ko, 500 dinar, ka kanë $1, ka kanë 10 dinar. Atër, kur kam ikë, ka kanë $1, ka kanë 1000 dinare. Atër, ka ma fillë inflacioni të mërshëm. Kaloshin tanks, në ashtu ushtarë, me topa, tanë kohën i shifshe, i mori Serbia tanë armë që ishin e për Jugoslavi, i futi mërën në Serbi. Nëse u ishte përgatit Miloševiqi, kam nga një herë një demonstrat, që i kujnqedoj aty ishte Vuk Drašković, po flitë të aty, ishin mlellë tanë ata njerëz erdhe me zjarë fiksa, qava ika.
Atëherë kur kam pa fol me këtë djalin se kam pas kushërin në Malzi. Aty në Malzi kanë do thënë gjyshat vllazën. Në Pikala, po nga Pikal. Prithaj. Jo, në Kalaj, po ata kanë jetu në Tuz. Disa Nga vetëm. Pikale, po nga zbën Tuz. Bravo, po një ka kanë te Toma kam nejtu në Nelt, atje në Pikal, kur kam shku. Ke ndendur në Pikal? Po, më erdhe mori ka ardhëm ka marrë nosh i kushërini, edhe po shkoj në United Nation, i la adresën ton edhe telefonin, se i tha mune që i vjen për më shku më folë në ambasadë, me ba interviste në ambasadë amerikane, edhe ba mas mu paraqit e hu për rasti. Nëlla. Po ty ardhëm tha noshi kur mas shko ma në demonstrate, se ba me të zanë, thoi një provokator i Shqipnisë. Po, absolut. S'kena pa shku kur ma, aty që ka pa kujnë që do. Në fundit jam thirë në ambasadë amerikane, për që do më ardhë në Amerikë, e kam thënë, me thënë drejtën, cilë atë qëllimi jatë kryesor, nuk i thatë që du më ba prift, se s'disha gjatë që amun, i thatë që definitivisht du më shku në shkollë. Për që ke qef, tha me studiu, i thatë që ekonomika piktura, merrem i fije me pikturë, nuk i di, i thatë veç, i shkollë dhe të bajnë me një zotit. You are welcome in United States, dana malate dokumentin, që është numri i punës se këta, me fotografie me gjithë qa, atë janë me 7 maj, kam rrit në Amerikë. 91. 91. Me 7 maj 91. Edhe ka të kushërini jem të Marko, New York, kam nejtë 2 muj, atë janë kam marrë Detroit se erdi dhe Roberti. Roberti ka ashtarratis, ka malet, me gjithë shoqen, edhe atë janë me 23 qeshori i Levi Djali Viktori, e verrall. Atë janë atë taku me Petrozhen, që janë një histori tjetër e bukur, Petrozhen me Dëmprek si diftovi se du më ba prift, foli me arkidioqezin edhe kam fillu në 7 orë. 91 kam punu, 92 në 7 orë kam hi. Kam punu një fabrik plastike. Shkolla ka në mërkullushme, kena pas i fat mal kam pas, ka 131 volume librash, kisha qef librat, wow, kisha gjithë qa, kam kanë shumë mëra pa mu krasu me Amerikanë në kuptimin e kish, asaj ditu një s'kish. Kam di që Thomas d'Aquini, Shën Agustini, këta papë të enciklikat, po zero s'kisha lezu kur, atë jam pak knaqë, atë ty lezu, atë ty ashtu edhe. Marri shkolla dhe në 2001 jam shuguru prift. Edhe kam kanë në St. Patrick, për 4 vjetë atër në St. Lawrence, atë më kanë ba pastor njëri. Ma vonë kam marrë dhe atërën, kam pas edhe 3 kisha tjera në veri, në 3 kisha Sën Cornelius, Sën Gjan Evangelist, edhe Sën Nikolas. Si ishte përvoja juaj në kishat amerikane? Kishat amerikanë ka një diqa, zëtni ka një diqa. Ata kur besojnë, besojnë. Edhe njaj që vjenë në kish, është me plët kuptim fjallë besimtarë. Aj që nuk besojnë, nuk vjenë në kish, po nuk e ngatron kishën, edin ka e diqa. Në shqiptarët shkojmë ka herë, një pëse s'besojmë, se tanë që vinë kish besojnë. Po edhe shkojmë ka herë, kena pak atë presionin e familjes, pëse s'po shkojnë kish, edhe në shko. Dhe ja këftën, edhe me të ba pak. Këtu në Amerikë janë ma të lirë, në është të në Shqipni janë ma në shpor, e kam kalu shumë mirë të kisha amerikane. Çfarë ndryshimi ka kisha amerikane me kishat shqiptare? Edhe në Shqipëri? Ka atë diferencat, ka adin janë, në njerëzit jena isoj për jo kërët, adin ka ndryshim raca për racë. Çfarë ndryshimi? Kisha me thanë psikologjik, adin tanë njërë se si e percepton jetën, çfarë natyrit ke, për shemull, ke natyrat që janë sulmusa, ke natyrat që mrohet, në shqiptarët nuk jena sulmus, sa jena mrojt sa të mirë. Në mu mrojt në mirë, nuk sulmojmë. Kja për aja e jemi, Gjerman, Angles, e këta janë sulmusa. Dhe këta janë ma agresiv në atë kuptimin e mirë të fjallës, jetë keqë. I këta janë, si dhe që janë shumë devoqim, janë shumë të mirë, janë shumë sinqert, janë punëtor, edhe shqiptarë janë, me thënë drejt nuk di, adi si, jo se mundë me thënë i veture kuqe, i veture bardhë, s'di që me thënë, cila po këtë dy janë të mërkullushme, po mund pëlqen e bardha dhe atjetër gja. Në planin personal, a u realizua ëndra amerikane për ju? 100%.
është realizu, por për shkojnë të aja pyetja, aja ëndrat që kam pas, a ka kanë intelektuale, apo ka kanë shpirtnore? Këtë e thoni ju? Bravo. Ka kanë ma shumë intelektuale. A pavarësi sa mixed mat, nuk ka kanë a mixed mat, adin do thonë ka kanë e përzime ma anën shpirtnore. Adin për me shku në shkollë mu ba prift. Por ka kanë adin ata venimet që merren prej menës, jo prej shpirtit. Ti mundesh me martu një djaliri, mundesh me martu i vajzë që ka në intelektuale. Ashtë vajzë e bukur, ka shkollën, ka rrogën e mirë, ka vllazën mot, apo martohet me te. A një tjetër që e nin shpirtnisht. Që kjo është my soulmate, si thonë Amerikanë, kjanë këtë kuptim, thëmë. Këtë kuptim, thëmë. Aja dashnia ka me gjithmonë në Shqipni, por zgjedhja ka në mirë, pra, ashtë si puna të ideali 30 herë, që ka marrë vaj shumë të mirë, familje të mirë, ka me pas jetën e mirë, të bukur e tanë, por sa ka në aja, që ka në shpirtit ti, ta në drejtimet e mirë, në kurrëshën nga bim, ata në për në fund është aja. Si do të përshkruanje vitet e shërbimit në Kishin e Shumpalit me komunitetin shqiptaro-amerikan? Amerika është e bukur, Amerika ndërtume, gjithmonë kam thënë kur kam kanë në Amerikë, ka kjo aja zemra që thoshen, kjo se dina me evu i tull, ma mirë me evu të muri në Shqipni. Ka në boll moratora këteja, ka njëz me shkollë tana, gjithmonë më ka ma beso mu, gjithmonë atje në zemër, edhe me njatë marak, si thonë të kam në deka, aja është ajoti. Nuk e kejt dhe sa më ka ndasht Amerikan, edhe i kam ndasht, edhe i du fort, me të vërtet. Edhe më kam thirë, kam nejt me ta më knaq. Po edhe jam gëzu kur kam maru takimin me ta. Zdi jam këftan t'i farë mënyrët. Me shqiptarë të rrim një aty në parking lot, në pish dilit, pa ujë rrim 2 orë të i folës njëna kur. I kja është aja jotë, zdi jam këftan ma të hujin njëhesh, me tanin nuk njëhesh kur. Me i shok të mirë Amerikan knaqëm, me i shok të mirë shqiptarës njëhem kur t'ja venere kur vite ju. Rrim 2 orë parë se me ba programin. Edhe rrim edhe 2 orë mrapa. E tanë ashtë se di që me të thanë. Nuk e di në është me të jemja. Mundet me kanë. Nuk di me, unë jam të i folë atë sinceritetin teme. Eksperiencë e ma pasur tanin më borra joti zdi. Du me krasu se s'ka krasim, du me krasu ti e din që kam pasë reksin, e kam dash fort qënë Gjerman. Po. Mersha gjithmonin më gjep me mish, copa mishit, që mja lanë si trit. U knaqë dhe me mu. E kam kru, e kam dash, e kam fut të liqeni, e kam laga batana. Sa shifte i qenë tjetër fillë shkot atje. Që aje pritet i ba, adin ti unë ngërdhej shtana. E kam vjani i thosha, Rex, se po shkon në atje t'i rrëme mu se e ma mirë. E ka lanë zoti, ma tanin, ku do me kanë. Të falenderoj për këtë mesazh. Gjatë bisedës... Në këtë drejti më falë për tanin, ata më rmenja, më habit, sak nuk më besoj, jam komplet i sinqert, më besoj. A di sa habitem kur thojnë musliman e kështu? A di sa më duket ma rria ma male në botë? Lish me thonë. Betë fjalla botën shqiptare? Po të bota shqiptare, për shemë kuja me imamin, o me baban, o ju hajë marrë, nuk më hinas në krya ja punë. Ashtë si me kanë me vlanë, po që ka një ide tjetër, që disë me të spjegua. Një loj është, absolut dhe më vlanë. Shka të bajnës, nuk e kam hiq aty. Mu bilim, më habit ba me më thanë dikush, për ke kanë gjami, që kuj pëjtu gjami, me da thanë me sinceritet zemrës. E tana ato kanë lutën i rujtë zoti, me kofte perfekt. Kur kam shkun që imami ka parë në Romë, pat me planin për me pa papin, për në nga të rune, nuk në lanë e mu pa. E kena bashku bashkë në aeroplan. Që me kanë me i vla për iftë mu ma dukë. Kena diskutua dhe gjana familjarët e jetët e artit e shkencët e fejtë, kërtë normal. I ka është aja që kuj ajoti më bërë, s'kej më. Gjatë bisedës, juve u shprejt se jeni pra shërbetor në shërbim të njerëzimit, do të bëjmë pyetje. Në që raport që ndronë shërbimi me besimin?
kur kena kanë në shkolla është një formule njoftën që thojnë prediko atë që beson, praktiko atë që ke prediku. Pra, diftoj njerëzve një atë që ti e beson, mos i thuj diçka që se beson, edhe këtë qurë predikim, edhe venin praktik një atë që i thu tjerve, ganima së rrejnja, din se e besoj që s'duhet me rrejt, po s'duhet me shku me rrejt unë dash. Zdia, këtë në venin jetë. Kja është aja, shive kuat në kuptimin e shërbimit. Thashe, ju e një shërbim, ju më noni me ba që venin grunë të anë në punë, pagun punëtor të anë për me dalë sa ma mire, kja për ke? Për një që atu i pa. Po. Si tu i fitu t'i para, si tu i ba kur kush, ka me të thënë dikush lumë dora, e ka ba programin e bukurë mi u pashim. Nuk ka të shtu roka, zdi po thoma, nuk ka se bëtë vjetë. Edhe ti një knatësi, i ga shërbimi. Kurse ba me të thënë, kemu ba, po ja fuzën këtë, po kemu ba guzhinjerë, ade nuk ka shërbim, po është jetu i vujtë, se ato i ba diqa që nuk një knatësi. Për jetu i shërbi, po nuk jetu i shërbi vedit, kurse këtu i shërben vedit. Unë kish, 10 herë me le, 10 herë ba më prit. Kam një, do thanë, kur flasim për Krishtin e për këta ba me vu, njihim kur 10 orë, për smet orë, nuk ka kur gja. Ba me folë për politikë, do mu nalë, atëran, se më lollë, ma vonë. A kishë në një falenderim për lirin, demokracinë amerikane, për benefitet që ju ka suportuar juve një jetë, por dhe komunitetin, sepse ju një pris fetar, një dikush në komunitet? Zëtë një vila, vedem venere i kaqë. Munesh me e pa në atë rrethin e ngusht, personal, familjar, komtar, munesh me e pa, duhet mi pa në të dyja kratë. Duhet me shku me pa dhe pëm të pyllit, por duhet me dalë edhe jashtë me pa pyllin. Adin kretë. Adin me pa me. Ne na ban kështu si slogan e din dhe sanë, tu i fol me fjallë të mëdha, fanari, i drejtësis, fanari, i letërsis, e kështu. A fanari i botës. A e mua bedi. Pa Ameriken, i zdiku kështë e kanë botat. I gjeni pa komente që kanë bërë të tifozat që kanë ardhë. Kanë thënë, kanë bombardu në Europë, Amerika e kështu, kërë ka meni maj përsosën në botë. I thot, ata janë vene socialiste, ta në Europa, kjo avin kapitalist. Kur kam shku në Francë, nuk kam mujt me hin në banjo, pa pagu pare. Pra ti që je socialist në mërë pare, për me hin banjë, po ti je kapitalisti maj poshtë në botë, se kapitalisti njëtë ka, me të zanë ngushtë, me të pi gjakun, në gjanë madë vogën, me të alan ujnë, me pare, me të alan një herë me e mushë 2 herë pagu parë, me e mushë 3 herë pagu parë, këtu vjen në Amerikë gjithë qa. Ajtë mërë për parkingit, mërë për gjithë qa pare. Kjo thoshin të turistat, vjen thote e mushat me Pepsi, e janë tana llojet e pijeve, sa herë dëshë. Janë mlaja të tana, kena hangën në restorante, mësi kena hangën a ka promu falas, ka jam elcin. A dhe një pëse e në turista, po se e banë tana. Tështë nuk di ku i thonë kapitalizm. I kjo fanari që i thëmi botës. Në fundit, Shqipnin e gena të mërkullush me tana, na u sjellin punë ashtu që na bane me ikë. Zdjam, këpëtën na bane me ikë. Po në kena pas edhe i ven një destinim, ka në Amerika. Po ba me të mërzit Amerika. Vete me vra vetin, se s'ke ku më shku, se ki shku në mare. Për të mirën e njerëzimit, nuk jam të i thanë, da din se na patriote këtarë, për të mirën e njerëzimit, për të mirën të Zoti e bekoft, i këtë vend, Zoti i bekoft një ata. Washingtonin, tani ata që e kanë nëtu me atë shpirt kristian të përsosën, që kanë ba një kushtetut mrekullueshme. Vetëm në Amerikë, kushtetuta e ligjet janë nërtu me mbrojt popullin prej qeverisë. Në tanë botën ligjet janë me mbrojt qeverin prej popullit. Vetëm në Amerikë vehen ligjet me mbrojt popullin prej qeverisë. Jo geni një, sa presidenti që thot, qeveria duhet me kanë sa ma vorfen, me kanë pare të njerëzit, jo të qeveria, që njerëzit me batë që të dojnë vetë, sepse me lirin fillon kapitalizmi, kur ti mundesh me investu aty ku dënë, kurse me socializm ti duhet me investu aty, ku i duket ati se i interesën botës, e me rrallë. Ashtë në tana drejtimet, ashtë në tana drejtimet ekonomik, politik, psikologjik, shoqënor, legislativ, gjydikarë, këtë në tana me gjyqën, ashtë dhe një maj minë botë, pa diskutim.
Adan me veç Zot bekoj Amerikën, Zot na bekon ne ta në ndashti malli Zot edhe na shqiptarët e adaptojmë ja shpirtin amerikan. Adin për mirujt vlerat shqiptare, a komplet, edhe me apliku vlerat më të mira që ka Amerika e njerëzit tjerë, pa i hup tonë aty që, edhe me i perfekcionu. Natyra shqiptare a bukur, hiri i Zotit e perfekcionon natyrën shqiptare, edhe aja mundet me kanë në rregull. E keni një mesazh për shqiptarë dhe veçanërisht për brezin e ri? Për brezin e ri keni ai ka, që kam thënë edhe përpara, këtu nuk kam me shit men. Nuk ashtë se jam të o thënë në mënyrë spontane, nuk ashtë se jam të o thënë se jam në emocione, e kam menuar për 36 vjetë që jam në Amerikë. Tash 36 vjetë që jam në Amerikë, po banë 36. Kena fillu me hi, që jam në Amerikë, kam arrit një këtë konkluzion. Na shqiptarët, jena popull i zgjallët. Kena një mision prej Zotit të veçantë si e kanë tanë komit. E kena shumë special. Në ka lanë Zoti hire, në ka lanë Zoti virtyte, në ka lanë Zoti një diçat mrenshme që është shumë speciale, që jam mrekullueshme, që unë për vedi, jo vetëm se kam rënë dashni, pse jam shqiptar, po edhe me gjak ftofësi e kam pa, është më i miri për menimin tim në botë. Ka menimi jem. Ka kome që janë të meqëm, ka kome punëtor, ka kome luftar, ka kome aty tana. Na kena një diça unike, që se ka kurkush. Ba me pru vajzën ma të bukur në botë, mis bota, një ta shkoj e ti gjej 30 vajzat që i kanë flokët ma të bukur saja. Ti gjej edhe një 30 vajzat tjera që i ka trupin ma të bukur saja. Aja mis bota, gjej vajzat tjera që i ka lamë të ftyrën ma të bukur më rrallë. Po kur në botë nuk unë është me gjithë që janë në harmoni, për të bashku me bashkë, në mënyrë harmonioze, ta një ashtu a Shqipnia. Një ashtu a Shqiptari, në mënyrë harmonioze, i ka tanat bashkë. Vedemi di qa ju thëmë, martohë një me shqiptarë, marë muhabeti, janë të mërkullushëm tjerë, zdu me ullë as njënin në mënyrën ma absolute, vedemi shqiptarë, runje i këtë gjakt pastër, se një aty është thirrja që ju ka lanë Zoti, edhe një du të me rujt, sepse nuk e di ku atë qëllimi i Zotit me ne shqiptarët dhe në fond. Runje njët. Të lumë në goja Don Fredi. Trujt Zotit. Unë të falenderoj që ishe në emisionin në këtë cikël me personat që kanë realizuar ëndra amerikane dhe me shpesë shikojnë përsëri, shikues nderuar, ju falenderoj për vëmendjen dhe miru pafshim në emisionin e radhës ëndra amerikane. Deri atëherë, miru pafshim.